A mundim na tregu kush është personi Zena dhe cilat janë arsyet që i njëjti është dashur me kontaktu zyrtarin policor? Mirë, zoj vazhdisha. Jeni sigur që keni prova për çdo gjona? Apo jam të fabrikuar me gjithçka? Jemi të sigurt që kemi provat, natyrisht. Sigurt nuk nga kontaktu, biologës është viktim, keni të sigurt. Edhe sistemi drejtësisë, po edhe tyne, po atë gjë nuk të vërtet çka po thoni, po ju veç i pas këtë pru konstatimet e juja, është u zhvillu një procedura gjithësore, në vërtetohet besoj gjithçka, se çka ka ndodhur, e çu ka ndodhur, kështu që nuk kam çka me ju deklaru për shpifje e për gjona tilla, nuk më di ka i pas këtë gjatë këto prova, po me siguri që nuk janë prova. I pyetur nëse ka ndonjë mik me emrin Zena apo pseudonimi Zena, kryetari i gjykatës komerciale ka thënë se nuk e di se për çka po flisni. A keni ndonjë mik jo me emrin Zena, i cili potencialisht mundet me pas shkurtesën në fakt Zena? Jo, nuk po di as për çka po flis. A i referoheni ndonjë miku ju me emrin Zena? Nuk e di për çka po flis. Po për te i këtyre provave, a keni ndonjë mik me emrin Zena, ose potencialisht shkurtesën e ka Zena? Jo. Nuk e di për çka po flisni, po... A keni qenë në ngjarje të... Boni me shkrim zyrtarisht, ju lutem. Boni me pyetje çka ju intereson, ju përgjigjem pa kur fare. Po, nëse veç fjallisni me konstatime tilla, ju veç i pas këtë pru, konstatimet edhe pa pas asnjë informacion, doni, po ju them që asgjë nuk është e vërtetë aty, jeni të sigurt, çka keni bërë që parashonit gjitha pyetjet, ju përgjigjem. A keni qenë në dieni të rastit që ka ndodhur atë? Po normal se kam familjare, e di që ka ndodhur aty. Po, kur far komunikimi, kur far... Nuk vëdi çka ju pas ka tek, seriozisht nuk po ju kuptoj.